Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë një moment që në fakt Luizi e ka ndarë me të gjithë ne. Gjatë bisedës që Luizi ka bërë me Stenaldon për t'i dhënë forcën, dashurinë, lumturinë Stenaldos, ai ka treguar një moment shumë të vështirë. Luizi ka treguar që në moshën 37 vjeç ka dashur që t'i jepte fund jetës së tij. Unë 38 vjeç thot u bëra baba. 37 vjeç i kisha humbur shpresat, thoja që nuk do të kem kur familje. Nuk do t'jem kur shembull i fëmijës tim. Kam jetuar vetëm dhe vetmia është gjëja më e tmerrshme në botë. Po mësove, asgjë nuk të prek më. Në vetmi t'i kalon gjithçka. Kam tentuar t'i jap fund edhe jetës time. Është shumë e rëndë, ka thënë Luizi. Më pas thot, po e kalove këtë fazën të depresionit, të mendimeve të këqija, të mendimeve negative. Kthehesh te faza që bëhesh i akullt. Thua, kur nuk ja ndjen botës për mua, përse të ma ndjen mua për to? Aty, pastaj ti ke rrugën më të rëndësishme dhe thua çfarë unë do të bëj tani. Do me thënë, Luizelli ka treguar vështirësitë e jetës së tij. Luizi, siç duket, është një dorë shprese për Stenaldon. Dhe në këtë pikë Stenaldo i thot, jemi njerëz, jemi emocional. Jam takuar me ty në disa pika të zemrës, thot. Nuk ma merrte mendja në asnjë mënyrë. Më ke sjell buzëqeshjen, i ke dhënë një energji të mirë shtëpisë. Më ke lejuar të shpalos anë të tjera të vetes. Jam i lumtur shumë, i thot, që ke ardhur në këtë shtëpi. Ndërsa Luizi i thot, mos hiq dorë, mos u bëj djalë i keq. Mos bëj gabimin të bësh lëvizje të papritura se vi këtu dhe i vendos flakën shtëpisë. Ty të presin shumë gjëra të bukura jashtë, i thot Stenaldos. Unë nuk e di se sa do të ndikoj në jetën tënde, por ti ke fituar një shok dhe një shoqe të vogël. Vajzën time, do dalim, do bëjmë xhiro, bashk sa të hapet edhe koha. Do shkojmë edhe në plazh, do i them Lunës kapja dorën e Stenaldos dhe ikni lahuni së bashku. Kjo në fakt është dashuria që kjo familje di të transmetoj. Dhe dini çfarë është më e bukura? Se këtë momentin që Luizi e përjetoi dhe e kaloi brenda shtëpisë së Big Brotherit, fatmirësisht edhe Kiara jon e dashur e kishte shpërndar në Instagram. Dhe kjo është familja e ri që japin dashuri pafund Stenaldos.